Thank you, dear Eddie. And Brukseli nuk kishte të ftohtë, kështu që nuk erdhi nga Brukseli i ftohtë, po ndoshta nga veriu. Kështu që është kënaqësi që takohemi sërish dhe takohemi në Shqipëri sërish, sepse Shqipëria është vërtet një partner i fortë i Bashkimit Evropian. Ju jeni aleat, antar i NATO-s dhe jeni në përputhje të plotë me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Vendimi juaj për të zbatuar plotësisht sanksionet e BE-s kundër Rusisë, së bashku me mbështetjen tuaj humanitare politike që i keni dhënë Ukrainës, tregon në fakt pikërisht për kushtimin tuaj ndaj vlerave të BE-s dhe e kuptoj që nga aspekti politik kjo nuk është gjithnjë e lehtë për t'u bërë. Gjithashtu ju jeni të vlefshëm shumë edhe të dobishëm dhe për sa i përket bashkëpunimit në rajon, në mbështetjen e autoriteteve për të patur në fakt edhe një mjedis të sigurt në Bosnjë-Hercegovinë. Bashkimi Evropian është plotësisht angazhuar sa i përket Shqipërisë dhe natyrisht bashkëpunimi ynë sjell të mira për të dyja palët tona. Për Bashkimin Evropian pra ne jemi të angazhuar për të fuqizuar marrëdhënien më tej me Shqipërinë dhe për ju ne jemi partneri më i fortë tregtar. Një nga angazhimet e para që kam patur ka qenë në nënshkrimi i partneritetit BE-Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen, që siç e thatë pra ndodhi në dhjetor dhe ne sot do të shikojmë edhe frytin e saj të parë, pasi do të lançojmë edhe dialogun e parë BE-Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen. Ky është një hap vërtet shumë i rëndësishëm pasi po e thellojmë më tej bashkëpunimin edhe në sektorin e sigurisë. Duke i hedhur syt përpara, ne në fakt kemi dëshirë që ta zgjerojmë këtë bashkëpunim në fusha të reja, si për shembull për të luftuar kërcënime hibride, por edhe sa i përket sigurisë kibernetike, të luftojmë terrorizmin, por edhe të merremi me menaxhimin e krizave. Bashkimi Evropian ka ofruar rreth 13 milionë euro në financime me anën e mekanizmit evropian të paqes për të përmirësuar përgatitjen e forcave të armatosura në Shqipëri. Gjithashtu, ne kemi zgjeruar edhe prokurimin për sa i përket kësaj çështje dhe ky është një diskutim që ne po e bëjmë me të gjitha vendet dhe Shqipëria mund të përfitojë në rast se zgjedh që të jetë pjesë e saj. Po sigurisht që bashkëpunimi ynë shkon përtej sigurisë, sepse Shqipëria ka një agenda ambicioze për të përfunduar negociatat me BE-n në 2 vitet e ardhshme. Dhe ajo që dëshiroj të them është që nuk ka ndonjë qark të shkurtër për të arritur ose ndonjë rrugë të shkurtër për të arritur me antarësimin në BE përveç performancës së duhur në reforma. Dhe reformat janë të vështira, kështu që ju keni mbështetjen tonë të plot sa u përket çeljes së grup kapitujve të tjerë dhe përmbushjes së standardeve krahasimore, në veçanti në sundimin e ligjit. E ardhmja e Shqipërisë është në Bashkimin Evropian dhe unë me kënaqësi kam parë edhe në nënshkrimin e kësaj marrëveshje 90 milionë euro me Bankën Evropiane të Investimeve për të rindërtuar hekurudhën ndërmjet portit të Durrësit dhe Rrogozhinës si pjesë e korridorit të 8, pra të këtij projekti. Ky projekt do të sjell punë të reja, vende të reja pune, do të sjell më shumë tregti dhe do ta lidhë edhe më shumë Shqipërinë me fqinjët e saj, por edhe me Bashkimin Evropian. Gjithashtu, do të jetë edhe një korridor i duhur ndërmjet shteteve anëtare dhe NATO-s. Për sa i përket mobilitetit ushtarak në Evropën juglindore. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për momentin në këtë mjedis kur flasim për sigurinë. E së fundmi ne diskutuam edhe zhvillimet në rajon dhe në fakt unë vlerësoj shumë i vlerësoj këshillat, komentet që ju më keni dhënë për situatën në Ballkanin Perëndimor. Mendoj që ajo që është e rëndësishme është që në lidhje me Kosovën dhe Serbinë nuk mund të ketë ecuri pa normalizimin e plot të marrëdhënies ndërmjet këtyre dy vendeve dhe sigurisht që unë më pas do të shkoj në Bosnjë
Hercegovinë sot, pasdite, dhe do të takohem me të gjitha palët atje në mënyrë që të qetësohet situata në Bosnjë Hercegovinë. Edhe një herë jam vërtet shumë mirënjohëse që jam këtu dhe natyrisht që me zor pres të rikthehemi për takimin e komunitetit evropian politik. Faleminderit.